sa i përket do thotë kohës së saj duhet KQZ-s për të përfunduar verifikimin e rezultateve dhe numërimin e votave të kandidatëve për deputet. Kjo varet nga dinamika e punës që zhvillohet në çdo qendër komunale të numërimit. Secila prej tyre ka natyrisht jo të gjitha ka numër të madh të kutive të votim. Meqenëse se jemi në prag të festave, në ato qendra komunale në të cilat do thotë nuk do të kryhet procesi verifikimit dhe numërimit deri me datë 31, në orën 12 të datës 31 do të përfundoj numërimi dhe pastaj do të kemi një pauzë gati 36 orëshe për të rifilluar do thotë sërish me numërimin dhe verifikimin ditën e datës 1 janar në orën 16 pasdite. Sa i përket procesit të tërheqjes së pakove me fletvotime nga votimi jashtë Kosovës, duke pasur parasysh që jemi në kohë festash, në bazë të një plani të miratuar nga ana e KQZ-s, tërheqja nga kutitë postare do të bëhet deri me datën 2 janar dhe në rastet kur në shtete të ndryshme mund të ndodhë që të ketë festë dhe nuk punojnë kutitë postat e atij vendi, atëherë tërheqja do të bëhet në ditën pasuese të punës që i bie deri më datën 5 janar. Sipas ligjit për zgjedhjet e përgjithshme, numërimi i fletvotimeve të subjekteve politike, pra nga zgjedhjet për Kuvendin e Kosovës, është bërë në vendvotim pasi ka përfunduar procesi i votimit, ndërkaq numërimi i votave të kandidatëve për deputet do të bëhet në qendra komunale të numërimit. Përveç numërimit të votave të kandidatëve për deputet në këto 38 qendra komunale të numërimit, sipas rregullore zgjedhore për funksionimin e këtyre qendrave, pra në këto qendra do të bëhet edhe verifikimi i rezultateve të subjekteve politike nga formularet që janë plotësuar në vendvotime. Ky proces i njëjtë pra do të zhvillohet njëkohësisht në 38 qendra komunale të numërimit, në të cilat do të punohet në 2 orare. Numërimi i votave të kandidatëve dhe verifikimi i rezultateve do të bëhet duke ofruar transparencë të plotë dhe në monitorimin e vazhdueshëm të vëzhguesve. Sipas të dhënave preliminare, nga 57 vendvotime me kusht në 38 komuna të vendit, në përgjithësi janë evidentuar në sistem mbi 9.900 votues të regjistruar për të votuar me kusht. Së shpejti do të kemi edhe të dhënat nga votimi personave me nevoja të veçanta, i cili është realizuar jashtë vendvotimeve. Numri votuesve të regjistruar në këtë program votimi ka qenë mbi 2860. Nga votimi jashtë Kosovës, respektivisht nga votimi në 29 përfaqësi diplomatike, nga 19.187 shtetasit të regjistruar, kanë votuar 16.165 prej tyre, apo 84.24%. Ndërkaq, nga votimi përmes postës, numri përgjithshëm i votuesve të regjistruar ka qenë rreth 58.000. Nga ky lloj votimi, ende nuk kemi të dhëna përfundimtare për numrin e pakove me fletvotime, pasi këto të dhëna do t'i kemi pas përfundimit të procesit të tërheqjes së tyre nga kutitë postare jashtë Kosovës. Sipas të dhënave preliminare, vetëm nga tërheqjet e 2 kutive postare në Berlin dhe Bern, janë tërhequr do thotë 18.000 pako të